What the fuck? Ore, vrisni edhe ju mendni që ka intencion Irmesionidës dhe Stonit. Unë do thoja shkëndia. Shika, jo. Po jo dashurie. Jo, shika. Edhe unë ishit tim, s'është dhe kisha shumë qef. Kjo Më është dole shumë e thellë. aty ku doja të dilja unë, por bëni subscribe në post që të kuptoni ku do dalim listë. Tani mos harroni na bëni subscribe dhe follow në gjitha rrjetet tona sociale, sepse pas pak ne do të kemi një telefonat shumë speciale me një nga mikeshat e Mirit për të zbuluar që pse ai nuk do të jetë fituesi i Big Brother VIP. Është Dasara, gazetare e mirë Po pse the? Bëra gjithë intrigë. Do jetë në thumbnail Kostian, në shekot. Okej, super. Dhe me qënë se ju më dollët e Dasara nuk është vetëm mikeshe e Mirit. Është mikeshe edhe një figure shumë të madhe muzikore në Shqipëri, Flori Mumajesit, i cili në fakt përgjatë gjithë karrierës së tij apo jetës së tij ka pasur romanca me disa vajza të njohura të showbizit. Ka qenë Flori. Po, romantik ka qenë dhe këngët edhe këto. Vallaj, ato këngë që ka bërë Flori. Po dy prej tyre janë Soni Malaj dhe Jonida Maliqi. Pra ti thua që shkuara e tyre me Florin i lidh bashkë Shiko, dhe i bën që gjithmonë të e jenë shkuara të përndjek. Tani, Flori ka qenë i lidhur me Soni Malaj për shumë gjatë. Madje kanë bërë dhe fluturimin 34. E bukur ajo Sa e kënga. shumë Ka këngë qenë e çik bukur Dalina ajo. Jona që ta i zëri. Dhanë dhe puthje në skenë kur u fitua një çmim dhe më pas si duket u ndan rrugët e tyre. Më vonë Flori u aludua për një romancë me Jonida Maliqin, ku qartësisht në këtë foto duket që Jonida ka prekur në disa vende që jo çdo kush të prek. Pra një shok nuk të prek. Një Paris Mos edhe nga një prek prekje. asnjëherë tani që e mend. Po sepse nuk jem Paris gjithë do ndjekim. Kështu që është aluduar edhe se Flori ka pasur një romancë me Jonida Maliqin. Tani këto dy vajza u përballën në ferma VIP nën efektin e Arbana Osmani. Po nuk është fare mendon Do ti më konkurenca si këngëtare, pra mendoni që është gjithçka vetëm Flori, se unë mendoj që Unë mendoj artistët në përgjithësi kanë zili njëra Jo, tjetrën në distancë. ka dhe miqësi përveç se zili. Pra Tirana është e Po vogël. nuk pëlqen ndoshta, s'ka karakteret e njëjta, nuk pëlqen. Unë sa do pak a shumë njëtin muzikë kanë bërë, se kanë Tani, nëse godet diçka më shumë se sa personalja nuk është, domethënë. Ato u duket sikur ishin mirë në fillimet e tyre, po pastaj i iku në prime Sonje. Unë mendoj që do ketë shpërthime të tjera dhe do kalojë sepse ato po ruajnë ende veten. Po me që jemi te këto shpërthimet goditjet e pat çfarë ju bë Mirit prime-in e fundit. Çfarë bë Mirit? Miri u bë pak shumë keq, domethënë me këtë Po bë situatë. pak protagonist. Monika që e mbronte, Arbri që i binte, Monika i binte Ledionit. Mua diçka të re të lutem. Mua më pëlqen që Monika nuk e çdor kurr nga njerëzit që ajo do dhe ka gjatë. Kjo është për të vlerësuar, sepse njerëzit janë falënderues dhe mirënjohës. Njerëzit thotë të lënë balt. Por, unë doa të diskutoj postimin e Dasarës, siç e përmendëm që do kemi telefonat pas pak Dasarën, e cila në Instagram ka bërë këtë postim ku ka thënë që Miri e ka të pamundur ta fitojë sepse fitoria është gja e vendosur. Dhe ka thënë që di diçka ka thënë. Çfarë di Dasara? Do të zbulojmë tani, më lejoni ta telefonoj. Hajde, telefonoj një herë Dasarën, se Dasara ka qenë te lista e zezë po, pyet Ja, se do të pyesim fakt për çdo gjë. Pyet. Alo, Dasara, si e, jam Fatosi të telefonoj nga Andale. Përshëndetje dashur. I bëni shumë të lezetshme ato programet. Më pëlqen. Faleminderit dhe ne po të telefonojmë drejt për drejt nga ai program sepse po diskutonim në studio për Mirin, për Big Brotherin dhe pam dhe postimin që ti bëre në Instagram ku thuaj se ka shumë pak gjasa ta fitoj Miri se ajo punë është ndar. Pse arrite në këtë konkluzion Dasara? Çfarë di ti? Tani unë s'kam lëtur më të them çfarë di. Ditëm këtë që pavarësisht asaj që di unë, besoj që e gjitha është shumë evidente. Për faktin që për herë të parë në këtë edicion të 5 janë dy opinionistë, të cilët secili ka mendimin e tij, por edhe në studio bëjnë pothuajse atë që bëhet edhe brenda Big Brotherit. Kjo s'ka bërë vazhdim më përpara. Po bën si banor dhe opinionistët po thua? Patjetër pra, sepse kjo qasja e prezantuesit edhe e njërit prej opinionistave që shtyn dhe mbysin një opinionist tjetër për të menduar ashtu ose edhe duke u tallur me mendimin e Monikës, se ata bëjnë dhe shumë shaka me qëndrimet e saj. Okej, Monikës i shkojnë për natyrën që ka,
e lëshon pa u menduar, nuk duhet harrojmë që Monika është ajo që ja ka rrat me e vërtet. Tiranës në mes të parlamentit, kështu që domethënë kemi të bëjmë një personazh që është ai që është. Edhe nuk ka pse patjetër të shtrëmbrohet. Njeriu duhet të ketë identitetin e vet, këtu te ne ka ca etika që për mua janë absurde, ndërkohë që Pra, ti po thua që është vullos që Miri nuk do ta fitojë Big Brotherin këtë edicion. Unë mendoj që Miri nuk e fiton Big Brotherin, unë mendoj që produksionit i del llogaria më mirë me një vajzë 23 vjeç e cila ka më shumë pesh në ato që janë postimet në Instagram, janë të rinj, ka gimbon nga mbrapa, ka të vllajin që e ka DJ, që mendoj që mund të krijohen aty disa marrëveshje të cilat mund të sjellin përfitime financiare dhe nuk ka asgjë të keqe nëse produksioni ose Top Channel ose vijani emrin si doni, personazhet që promovon pastaj do edhe si më thonë të vijë prej tyre. Nuk ka asgjë të keqe në lidhje me këtë. Por kur kjo bëhet në mënyrë abuzive dhe bëhet ndaj një artisti që ti nuk mund përfitosh nga West Side Family, sepse ata janë West Side Family, nuk mund ta bësh këtë në mënyrë kaq ashqare, sepse e gjithë organika se si ka ndodhur ky edicion ka treguar që aty u krijuar një situatë që e bën dy veta, nuk e bëri vetëm një njerëz. E vërtet, Dasara ka një pyetje Kostiani. Dasara, përshëndetje. Tani, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Rogerti ku qëndron në këtë treshë, le të them, në këtë tre këndësh Miri, Stelin, Rogerti? Sepse edhe në shumë është rrotulluar edhe në rrjet fakti që ai atë po e mban produksioni, sepse ndoshta e shpallin dhe fitues, po ti si e sheh ku qëndron Rogerti? Rogerti nuk shpallet fitues, Rogerti është i ndërgjegjshëm edhe vetë që pretendon vetëm një vend në finale. A do e marri? Po pse të mos e marri? Kush janë 4 finalistët sipas teje, Dasara? Për mua janë Mateo Selin, Mateo është me shkelma për 1 miliard arsye të tjera, është Selin, është Miri, është dhe Rogerti. Pra Brikena mbetet jashtë? Ja, sipas Dasarës. Brikena mbetet jashtë, nuk e di si do biledione, se ti e dramatë për publike tashmë. Dasara, unë mbaj mend që ti ke thënë që je në listën e zezë të topit, a është ende kjo lista e zezë, a je ende ti aty? Nuk e di kur ka folur me Ledionin sa po që ke këto lista të zeza pas. Po në listën e vizionit, Dasara. Dasara, po në listën e vizionit je me të bardhë apo me të zezë? Në listën e vizionit dhe të gjithë mediave tjera jam me të bardhë, sepse kam dalë gjithmonë faqe bardhë nga çdo eksperiencë. Dasara, dhe një pyetje të fundit, sepse ne diskutuam këtu në studio pak rivalitetin, kalojmë pak te ferma, rivaliteti i Sonit dhe Jonidës, dhe nxorëm të përbashkët Florin. Ti di gjë se një mikeshe ngushtë e Flori Mumajesit që pse vajzat griten me njëra tjetrën? Jo, e gjitha kjo është e stisur në mes. Kapitujt e të dyja vajzave me Flori Mumajesin janë mbyllur shumë kohë më përpara. I është vënë kapaku, si më thënë. Kështu që nuk mendoj që ka pasur kur një simpati, sepse janë natyra të ndryshme. Edhe duke lëvruar në të njëjtin livaz të dyja, të artit dhe të muzikës, mund të mos kenë simpati personale për njëra tjetrën, se ndonjëherë kjo mungesë simpatie vjen edhe thjesht nga mungesa e të përbashkëtave. Po, si personalitete, si karaktere, po thua. Po. Megjithatë jam e sigurt që nuk ka dashur në asnjë mënyrë Jonida, siç dhe e shprehu, që kësaj gjëje të jep, do të thotë që të jep, po. Dasara. Dhe mua më bëri një çik përshtypje se thoni hyri brenda dhe s'kishte folur asnjëherë deri atë natë, kishte mbajtur madje të gjithë banorët i kishin thënë sonet që me këtë qetësinë tënde domethënë je shumë. Po sepse janë personazhe që kanë çfarë të humbin, mendoj unë, pra kanë një karrierë të madhe jashtë dhe normal do stepen, nuk do japin 100% që në fillim. Dakor, më fatos, po të dukti për shembull sikur ndërhyrja që bëri në prajmin e kaluar kishte vërtet. Unë prandaj të pyeta. Ishte pa nevojshme. Unë prandaj të pyeta ty se s'mu duk. Nga ana e Sonit ama, ta tekstojmë këtë, e kuptoj. Në rregull, Dasara, ne të falenderojmë shumë që më bëni bisedë të shkurtër së bashku. Pafshim, kalofsh bukur, pafshim. Tani, unë do t'ju çoj pak pas në kohë, sepse do flasim për ngjarjet që kanë pasur impaktin më të madh. Në pop culture-in shqiptar. Në familje ti. Po, i kam pasur gjithmonë që se duke parë pak edhe nga bota e showbizit ç'a bëhet jashtë, pse jo se ne kemi pasur shumë ngjarje. Më thuaj se jam kurioz. Ne, në vend të 5 është
Olsi me noqen e Big Brother. O, thot sa herë. Çfarë impakti kanë bërë këto? Impakt ishte tradhtia e parë live në televizion. E vërtet, e vërtet. Edhe e fundit. Gjithë Shqipëria fliste për ata të Do dy. thë kështu, Olsi dhe Noçja walked, so Bora dhe Whoever it Donaldi is. ran. Po, realisht me thënë ishte takimi më impaktues. Ndërkohë në vend të katërt është Tuna dhe Zogu i saj. Unë do thoja Zogu dhe Tuna. Zogu dhe Tuna. Sepse Zogu po. ka më shumë rëndësi se Do me Tuna. thënë ajo krijoi të gjithë brandin, çdo kush i filloi të ngacmojshin gocat me fjalën ato Zogu. Dhe Tani, ishte impaktues. Zogu kur e kam pas gjithmonë si pyetje, ai referoi besoj Zogut Pulës. Më një kur t'i kuptosh të këto gjëra, da mbetemi në episod tjetër. Ndërkohë në vend të tretë është Dafina featuring Tajna. Kënga e tyre Bye Bye, cili është bashkëpunimi më i madh dhe më i suksesshëm mes dy Ma i vajzave. mënd Kostian që atëherë e shpërndau dhe Dua Lipa Rita Ora këngën e tyre. Ka qenë goxha, ka pasur goxha impakt se fillua Shumë virale. njerëzit duke rrojtur kokën se Dafina, shumë me Këto ka nuk mund ta partis. thua. Nuk duhet Këto ta e kanë bërë ndiqni. vetëm për Luizi njerëzit. Ja, këtë se pranoj. Këtë nuk do Dhe bëj. filluan njerëz duke u lyer me atë make-upin e Dafinës, më thënë, kishte goxha impakt. Ti It was an u era. impaktove? Po, dukshëm unë gjej si Dafina sot. Ndërkohë në vend të dytë për të gjithë ju fansat të hip-hopit dhe të rapit shqiptar, OTR versus TBA. A duhet ishte kjo në vend të parë? Jo, mos më thoni kur që ju nuk keni pasur këto grupimet OTR dhe Po Baba TBA. Starsën ku e çove? E po këta ka qenë më të Ka mëdhenj. qenë kurra me aq shumë Me thënë, impakt. ka qenë gjithmonë që Se kam kap unë OTR, Baba Stars kam kap. Po jemi çik më të vjetër ne këtë. Por dhe kjo ka qenë një era, më thënë, Noizi me stresin, me Unikatili, do me thënë, Shqyqy që i kanë ullur gjakat tani. Po. Dhe në vend të parë, Hej, hej. është ajo, një dhe vetmja, me një xhup, një rrugë me borë. Dhe një ëndër. Dhe një ëndër, xhupi era i strefit tek bon, me thënë, Po ky njerëzit është të impakt. u bë kopja i Mirë, mësu, pastaj me okej. 2000 lekë të vjetra e gjeje. Ky është impakt. Aq shumë u Ishte realisht kopua. ishte impakti më i madh që kemi pasur në Por pop ishte culture. shumë jetë shkurtër. Jetë shkurtër, po prapë, do të lësh Jo, histori, do me ishte Shkoj deri në Amerikë dhe u kthy prapë pas. Jo, ka të bëj me xhupin më të Tjetër, shumë, ti se xhupi i ti sa e shef, Identifikohesh, identifikohesh. Ky është impakt Pa, pa, banesë në vend të parë. Siç identifikohesh shumë me atë kapelen, por kjo është për një Me emision. fatos. Dhe ti fatos ke pasur atë erën dhe herë. Prajmim! Por kështu arritëm në fundin e këtij live-i, ju ndiqni të premten show kryesor të javës në orën 8, bëni subscribe këtu poshtë. Patjetër. Dhe Round. çdo të hënë dhe të mërkur në orën 6 live-et mos harroni, ë? Nditni atë njoftimin aty që t'ju dalim direkt. E dini vetë ju gra. Pafshim! Pafshim. ¡Ándale!